parashikohet ngritja një konsullate në Shkodër, pra i konsullate serbe. Ju si e shikoni në këtë rast? A është duke hyrë kali i Trojës së Serbisë në Shqipëri? Absolutisht po. Dhe veç asaj, Shqipëria nuk ka asnjë të drejtë që të çojë konsullat shqiptare në Bujanovc dhe Preševë, sepse ato janë pjesë integrale e Republikës së Kosovës, zotëri. Është pjesë e Dardanisë, s'ka pushteti shqiptar atje. Kur të bashkohemi ndonjëherë me Kosovën, po, mund të ndodhë nëse Serbia pranon që për të ngritur një konsullat në Shkodër, të njohë pavarësinë e Kosovës. Po bëri këtë, edhe u do t'i them, po hajde, hape konsullatën. Po ata nuk e bëjnë kur këtë. Sa i përket hapjes së konsullatës shqiptare, lidhet me faktin që atje ka shqiptar të Kosovës dhe prandaj duhet hapur. Ndërkohë në Shkodër ku janë minoriteti serb që po kërkon në Beogradit të hap një konsullat. Ky është i gjithë shqetësimi që ngrihet. Zotëri, Shqipëria nuk ka pse të marrë rolin e drejtuesit të shtetit Kosovës. Në këtë rast po del Shqipëria mbi Kosovën dhe i thot, lere i Kosovën atje mirës aty dhe hajde të vazhdojmë marrëdhëniet bashkëneve. Kjo është tradhtia që i bëhet popullit të Kosovës dhe shtetit kosovar nga Edi Rama. Është në vazhdimsi të tradhtive, të marrëveshjeve, të poshtra anti-shqiptare, për shitjen e trojeve, për këmbimin e trojeve, e tjera që bëri me Hashim Thaqin. Pa dhe të dalë ndonjë kloun, cirku, apo ndonjë korbizi, andej në periferik i Tiranës, në lindje Tiranës, që të thot Hashim Thaqi ka bërë luftë me UÇK-n. Si se vërtet, Hashim Thaqi ka qenë në Tiranë në vitin 31. Pra, është në kuadrin e tradhtisë së qeverisë shqiptare të Edi Ramës kundër interesit kombëtar të Kosovës. Nuk ka punë Shqipëria në ato dy qytete, dy krahina, në atë krahinë që është Preševë Bujanovci, për të dërguar konsullat, sepse më njanon shtetin e Kosovës, zotëri. Po ata janë kosovarë, nuk janë shqiptarë. Kosovarë në kuptimin si shtet, se janë shqiptarë, pra nuk janë të kosovarë të shtetit shqiptar, po janë kosovarë të shtetit Kosovës. Pra s'ka punë Edi Rama të fusturit atje. Ajo bëhet thjesht me urdhër të Vučićit, që e ka marrë Edi Rama urdhrin nga Vučići, i ka thënë do bësh këtë se s'bën, e ka marrë dhe nga lobi Qiputo grek në Amerikë, edhe bën politikën antikombëtare dhe pro-sërbe, në dëm të interesave të popullit të Kosovës. Po sa i përket ngritjes së konsullatës serbe në Shkodër, çfarë fshihet në këtë rast dhe çfarë mund të arrijë Beogradi duke ngritur një konsullat serbe pikërisht në Shkodër, në atë qytet që pjesa slave, pra malazezët dhe serbët, kanë tentuar ta marrin historikisht? Dëgjoj, ka një këngë për luftën me Malinezi e Osman Kukës. Që thotë, dal ka dal Nikol Popi, se s'ke pash ka dorën me sy, se unë jam Osobaroti si Djegvedin edhe ty. Pra edhe hodhi Kështner. Ata e din të rëmërinë e shqiptarëve, por shqiptarët e Shqipërisë tani dhe të Shkodrës janë të tradhtuar. Ndaj unë u bëjthirje shkodranëve të ngrihen dhe të mos lejojnë asnjë hyrje të qeverisë shqiptare në Shkodër, të bllokojnë rrugën. Që sa i vendim do të sjell ai kal Troje, do sjell qendrën e spionazhit serb, ta sjell na Beogradit, ta ketë kollaj këtu në Shkodër, është mirë apo s'është mirë? Unë them prapë atyre shkodranëve, çoni mbroni atë Shkodrën tuaj si që mbrojti Osman Kuka, si që mbrojti shqiptarët e atij brezi. Zoti Islami, si është e mundur që Edi Rama nuk e ka dënuar deklaratën e ministres serbe, e cila deklaroi se po të ishte në vendin e Miloševićit do të bënte edhe më shumë spastrim etnik ndaj shqiptarëve të Kosovës? Është pyetje që ka përgjigjen brenda zotërisë, pyetje retorike kjo. Është shërbëtori Beogradit, me urdhër nga Beogradit, dëgjoj. Se e kemi thënë disa herë dhe më detyron tani ta përsëris prapë. Partia
në pushtet Partia Komuniste e Shqipërisë, i ka rënjët në Beograd, është krijuar nga serbët, është qeverisur nga serbët, është komanduar nga serbët, vazhdon të qeveriset dhe të komandohet nga serbët. Dhe për këtë Edi Rama ka marrë urdhër, nuk e pyet njeri dhe nuk e mban që të dalë të denoncojë deklaratën e asaj serbes. Ata nuk mundën dhe nuk pranuan të bënin rezolut për krimet e Serbisë në Kosovë. Janë të shitur të sërbë, më qysh ta themi ndryshe. Si ta themi, unë s'di si ta themi ndryshe. Janë armiq morë të këti popull, të 120 palacët janë atje në parlament. Janë armiq të kombit shqiptar. Po ja pra që shqiptarët nuk pa e kuptojnë si duket. Edhe ne përktemi këtu që tu hapim sy, tu themi që ata janë armiq të popullit tuaj, janë armiq tanë dhe ata duhen qëruar nga zyrat e parlamentit. Ka që thjesht. Duke mbetur pikërisht tek Kosova dhe Shqipëria, por edhe Serbia në mes, a mendoni se Albin Kurti mund të jetë ajo figurë që duhet të reagojë në këtë rast sa i përket kësaj mënyre se si sillet Tirana zyrtare, qoftë me Kosovën, po qoftë edhe me Serbinë, duke dalë më shpesh në krah të Serbisë se sa të Kosovës? E pres këtë reagim të Albin Kurtit. Cili do të jetë reagimi i tij? Pa dyshim në kundër këtij qëndrimi antikombëtar, anti-shqiptar të Edi Ramës. Pa dyshim kundër tija. Si që ka dalë dhe tjera dhe i ka treguar vendin dhe Edi Rama ka mbetur si legem. Zoti Islami, si mendoni me protestat që janë duke zhvilluar aktualisht dhe të cilat nuk po ndalen, a mendoni se vijimi i tyre edhe në sezonin e ri politik do ta rrëzojë Edi Ramën brenda këtij viti? Edi Rama duhet të rrëzohet pa e kapur shtatori. Dhe këtë do ta bëj diaspora. Unë prapi vithire diasporës është e vetmja forcë njerëzore e cila duhet të vi urgjentisht në Shqipëri, të vi në Tiranë dhe të rrëzojmë këtë klik anti-shqiptare, quislinge, spiune, agende e shërbimeve tuaja antikombëtare. Duhet vinë urgjentisht burrat dhe djemt e diasporës. A mendoni se me ardhjen e protestuesve nga diaspora mund të tronditet vërtet Edi Rama, pra mund të ketë një masivitet të protestës? Nuk flas për tronditje, unë flas për përbysje, se për tronditur dhe i ka marrë ujë varka, po i mbytet. Po unë them ta mbysit i vend japin dorën e fundit të qërohet nga pushteti. A mendoni se vitin e ardhshëm Edi Rama do të presë presidentin amerikan Donald Trump në Tiranë për të mbajtur samitin e NATO-s? Nuk është viti i ardhshëm në pushtet Edi Ramën, harrojeni. Kjo është arsyeja sepse Aleanca Atlantiku të Veriut në njoftimin e saj nuk përmendi zhvillimin e samitit NATO-s për vitin 2027 në Tiranë? Eksakt. Saktësisht kështu. Ata dinë që bëjnë, ata dinë që Edi Rama nuk do jetë aty dhe prandaj do të gjë. Do vi qeverie, do vendoset ligji dhe rregulli dhe drejtësia në Shqipëri dhe atëherë ata pastaj do bëjnë ato që duhen bërë në kuadrin e NATO-s si vëndantar i NATO-s si Shqipëria. Por megjithatë Edi Rama nga ana e tij shprehet dhe këmbgul se samiti i NATO-s do të zhvillohet vitin e ardhshëm në Tiranë. Dëgjoj, Edi Rama asnjëherë s'ka thënë që jam keq, Edi Rama asnjëherë s'ka thënë që kam gabuar, Edi Rama asnjëherë s'ka pranuar gabime, Edi Rama është si shoku i ver, nuk gabon kur, vetëm Edi Rama dhe sekretarët e Partisë Komuniste Shqiptare nuk gabojnë ndonjëherë. Gjithë globi e pranon që njeriu është krijes që gabon, ndërsa komunistët shqiptarë janë të pagabueshëm. Më thuaj kur ka bërë një autokritik ose ka pranuar një gabim, asnjëherë, absolutisht. As ai, as Salihu, as Patosi, as njeri. Ore, nuk pranojnë gabime komunistët. Komunistët janë pakthyeshëm. Janë të vendosur në rrugën e krimit dhe të diktaturës dhe të vrasjeve dhe të plaçkitjeve. Këta janë komunistët. Prandaj këta rrëzohen vetëm me dhunë, me forcë, nuk rrëzohen këta me vota edhe të thash. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe gjej mundësinë dhe rastin që të përshëndet të gjithë diasporën shqiptare, kudo ku janë, veçanërisht diasporën e Amerikës dhe të Gjermanisë, po dhe të Italisë, se këta të Greqisë i ka bërë greku për vete, e di, nuk këta kanë marrë dhe letra greke, prit kur të na sjellin Greqia 250.000
minoritar grek me pasaporta greke që kanë marrë tani që kanë vatur në Greqi. Pra janë greqizuar rreth 200 ca mijë shqiptar, 220-230.000, se minoritar të sakt të ligjshëm Greqia i ka pasur, në Shqipëri kanë qenë apo s'kanë qenë rreth 35.000 minoritar grek. Edhe këta të vendosur. Pra ju mendoni se Greqia po punon në rrogoz për të ndërtuar një skenar të tillë? Po pse ju mendoni se Greqia ka pushuar ndonjëherë se punori në rrogos jo çdo të ri? Greqia në çdo sekondë të ditës së natës vetëm për këtë punon. Jemi sigur për këtë punë. Sot Islami ju falenderoj sërish. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.